Të dashur miq, kjo është një thirrje për çdo shqiptar, për çdo të ri, për çdo të re, për çdo protestues, për çdo burrë dhe çdo grua, për të marrë pjesë në Kuvendin Kombëtar Qytetar. Tashmë protesta ka kaluar në fazën që duhet të kalojë, që të jetë thjesht një instrument kundër padrejtësisë. Ajo duhet marrë në dorë fatet e saj, sepse Shqipëria ka nevojë për qytetar aktiv, jo për njerëz të përgjumur, të cilët i bëjnë fresk pushtetit. Sepse nuk ka dyshim që Kuvendi është instrumenti më i fortë, jo vetëm social, por dhe politik qytetar, i cili mund të ndikojë këdo që nesër mund të jetë qeveri, duke pamundsuar një pazar të mundshëm me opozitën. Ky është momenti për të kaluar nga protesta tek organizimi, nga pakënaqësia tek vendimarrja. Është momenti për të kaluar nga forca individuale tek forca e pandalshme protestës. Sepse ardhmja nuk është në dorë të atyre që presin, e ardhmja është në dorë të atyre që marrin përgjegjësi. Ndaj bëu pjesë e Kuvendit Kombëtar Qytetar të protestës, forco protestën, forco zërin tënd, forco Shqipërinë.